Toyota është si ai mik që është gjithmonë në kohë. Pavarësisht se sa vonohet konkurenca, ai gjithmonë shfaqet për të dhënë një mësim. Për këtë, 2026, giganti japonez thyen heshtjen me 11 modele që janë pika autentike teknologjike dhe mekanike. Harrojeni modelet e disponueshme. Sot do të shihni makina të ndërtuara për të qëndruar për dekada. Kushtojini vëmendje vendit numër 1, sepse është kthimi më i pritur që i ka lënë kundërshtarët pas një strategji mbrojtëse. Le të shkojmë atje. Vendi i ngjembedhjete. Toyota Aygo X 2026. Fillojmë me një model që shumë as nuk e konsiderojnë të rëndësishëm, por që në Evropë po shitet si ëmbëlsira të nxehta. Toyota Aygo X 2026. Ky gjali vogël është dera e përparme e përsosur për ata që duan cilësi Toyota pa shpenzuar një pasuri. Po flasim për një subkompakt urban me një motor me 3 cilindra me 1.0 litra që gjeneron 72 kuaj fuqi. Nuk është shumë, por për qytetin është më së mjaftueshme. Gjë interesante është se Toyota vendosi një version me teknologji mikrohibride 12 volt që rikuperon energjinë kur frenon. Asgjë veçantë, po shtohet. Transmisioni mund të jetë një CVT manuale ose automatike, me 5 spejtësi nëse preferoni rehati në trafik. Ajo që bën këtë Aygo X të veçantë është dizajni. Toyota e ngriti atë nga toka me një 7 mm 0 mm lartësi, i dha pamjen e një crossover dhe vendosi linja agresive me një grill në formë X që jep personalitet. Brenda është çuditërisht i gjerë për 4 persona, me materiale me cilësi të mirë dhe një ekran 9 inch me lidhje me val. Toyota Safety Sense vjen standard edhe në versionin bazë. Dhe këtu vjen pjesa më e mirë, çmimi. Në Evropë fillon nga 14.000 euro dhe shkon deri në 18.000 në versione të pajisura. Është Toyota më e lirë në treg, por me garancinë se do të zgjas për vite me radhë pa ju dhënë probleme. E përkryer për të rinjt që blejnë makinën e tyre të parë ose për familjet që kanë nevojë për një automjet të dytë ekonomik dhe të besueshëm. Vendi i xhetë. Toyota Yaris 2026. Ne vazhdojmë me një kompakt tjetër që Toyota e perfekcionoi ad nauseam. Toyota Yaris 2026. Gjenerata e 4 e ndërtuar në platformën TNGA-B që përdoret gjithashtu në Corolla. Kjo makinë është dëshmi se Toyota e di saktësisht se çfarë po bën. Motor me 3 cilindra, me 1.5 litra me 120 kuaj fuqi në versionin me benzinë, i përsosur për vozitje të përditshme. Por yli i vërtet është versioni hibrid me 160 kuaj fuqi të kombinuara që arrin konsum brutal prej 3 pikësh, 8 litra për 100 km në qytet. Është e njëjta teknologji e provuar në Prius për dekada. Dalimi me kompaktet e tjera është në detaje. Transmisioni manual ka një goditje të shkurtër dhe të saktë, pothuajse sportive. CVT i versionit hibrid është ilmuar në mënyrë të mëndafsht, nuk ka të bëjë me CVT të e zhurnshme të viteve më parë. Brendësia është kompakte, por 5 të rritur për 7 në rehat. Materialet janë superiore ndaj asaj që ofron konkurenca në këtë segment. Ekran 8 inch, lidhje e plot dhe Toyota Safety Sense si standard. Çmimi varion nga $60.000 deri në $23.000 në varësi të versionit dhe tregut. Pronarët e Yaris raportojnë vazhdimisht më shumë se 200.000 km pa probleme të mëdha. Vlera e rishitjes është e madhe, sepse këto makina qëndrojnë për vite me radhë. Është zgjedhja e zgjuar për ata që kërkojnë një makinë kompakte të besueshme dhe efikase, që nuk do t'ju lërë të bllokuar. Vendi për 9. Toyota Corolla Cross 2026. Le të shkojmë me një SUV kompakt që Toyota e përditësoi duke menduar se çfarë njerëzit kanë vërtet nevojë. Toyota Corolla Cross 2026 merr një lifting të rëndësishëm që e sjell atë në shpejtësi kundër konkurrentëve që mendonin se kishin një avantazh. Vizualisht ndryshimi është i qartë. Grilla huall, mjalti, e lyer në të njëjtën ngjyrë si trupi. Fener më të mprehtë dhe një qëndrim më sportiv. Por gjëja e rëndësishme është nën kapuç. Motor hibrid 2 litra që gjeneron 196 kuaj fuqi të kombinuara. Nuk është fuqi shpërtjese, është fuqi e mjaftueshme me efikasitet të vërtet. Toyota nuk eksperimentoi këtu. Ajo përdori teknologji të provuar në miliona automjete. Transmisioni e CVT është i qetë. Tërheqja mund të jetë e përparme ose me të gjitha rrotat sipas nevojës dhe trajtimi i rrugës është i ekuilibruar. Brenda kryqi, Corolla ofron hapësirë reale për 5 pasagjerë të rritur.
bagaze bujare dhe materiale që ndihen cilësore. Ekran 5 inch me 10 pika me interfaqe intuitiv, V0 me 3 pika Toyota Safety Sense me të gjithë asistencën e drejtimit që ka rëndësi. Çmimi është rreth $30,000 në Amerikën Latine dhe $25,000 në Shtetet e Bashkuara për versionin me benzinë. Ndërsa markat kineze ulin dëshpërimisht çmimet për të shitur njësi, Toyota ruan strategjinë e saj. Çmimi drejt për cilësi reale që zgjat. Ky Corolla Cross vjen për të kujtuar të gjithëve pse Toyota dominon segmentin kompakt SUV. Është zgjedhja e arsyeshme për familjet që vlerësojnë besueshmërinë mbi teknologjinë e panevojshme. Vendi. Ztete. Toyota Gër 86 2026. Për tani, le të shkojmë me diçka krejtësisht ndryshe. Një makinë që dëshmon se Toyota nuk harroi se si të bënte automjete argëtuese. Toyota GR 86 2026 është makinë sportive e pastër dhe pa pretenciozitet. Motori boksier 4 litra me 2 pika me 228 kuaj fuqi të montuar përpara, me rrota të pasme dhe një peshë të përmbajtur për 1278 kg. Kjo është formula perfekte për argëtim në rrugë. Transmisioni manual me 6 shpejtësi ka një levë të shkurtër dhe të saktë me shula që ndihen perfekte. Ekziston edhe një automatik me 6 shpejtësi për ata që e preferojnë, por manuali është i duhur i këtu. Diferenciali i pasmë Torsen shpërndan çift rrotullues në mënyrë inteligjente. Pezullimi kalibrohet për të fithur atë që është e nevojshme, por për të ruajtur kontaktin me asfaltin në kthesa. Dizajni është kupe klasik, linja të pastra, aerodinamike pa egzagerim, gjithçka ka një qëllim funksional. Brendësia është plotësisht të fokusuar te shoferi. Timon sportiv, sedilje me mbështetje të mirë anësore, ekran me informacionin e nevojshëm pa shpërqendrime. Këtu nuk ka luks të panevojshëm. Çmimi midis $28,000 dhe $35,000 e bën atë një nga makinat sportive më të ndershme të aksesueshme në treg. Toyota Gazoo Racing dëshmoi se nuk keni nevojë të shpenzoni $70,000 për një Porsche për të shijuar një makinë të vërtetë. Ky GR 86 ofron përvojë reale drejtimi me një çmim të përballueshëm. Është e përkryer për shoferët e pasionuar që vlerësojnë ndjesitë e pastra mbi shifrat e fryra të fuqisë. Vendi i 7. Toyota Land Cruiser. Feje 2026. Këtu vjen një lëshim që ndryshon lojën në SUV kompakte jashtë rrugës. Toyota Land Cruiser FJ 2026. Toyota mori mbiemrin më të respektuar të botës fuori stradë, duke bërë atë kompakt dhe të aksesueshëm pa sakrifikuar aftësitë reale. Baza mekanike është solide. Motor me 2 pika, 7 litra, 2 pika, 2 TRF me 165 kuaj fuqi, i njëjti blok i pashkatërueshëm i Hilux i testuar në terrenin më ekstrem në planet. Për ata që kanë nevojë për më shumë qift rrotullues, ekziston versioni turbo diesel me 2 pika, 4 litra, me 150 kuaj fuqi, por 400 Nm qift rrotullues. Fuqi perfekte për detyra të rënda. Platforma IMV është e njëjtë me atë të Hilux dhe Fortuner, të përshtatur në një format kompakt. Shasi spar, tërheqje 4x4 me ingranazhe reduktues dhe pezullim të fortë. Ky nuk është një kryqëzim qyteti, është serios jashtë rrugës. Dizajni është një homazh i drejt për FJ diesel legjendar. Fenerë LED të rumbullakët, karocerim katrore, parakolt të ngritur dhe linja që ju transportojnë në të kaluarën. Toyota e di se kjo do të pushtoj nostalgjikët që në shikim të parë. Brendësia është funksionale pa ngritje të tepërta, pulti rinovuar, materiale me cilësi të mirë, kontrole të dobishme dhe Toyota Safety Sense të përfshira. Çmimi është goditja e vërtetë. Toyota konfirmoi se do të mbërrijë në Japoni nga $5,000 me një strategji të ngjashme për Amerikën Latine. Kur markat kineze e shohin atë shifër, ata do të fillojnë të djersiten. Ky Land Cruiser FJ është një fuoristrad legjendare e aksesueshme, ideale për aventurierët që kanë nevojë për aftësi reale pa paguar çmim premium. Vendi i 6. Toyota Stout 2026. Ne hapim me një kamionçin që Toyota e projektoi posaçërisht për sipërmarrësit dhe punëtorët. Toyota Stout 2026 është në thelb një Hilux i thjeshtuar dhe më ekonomik. E njëjta platformë IMV, por e përshtatur për të qenë më e lehtë, më e aksesueshme dhe më funksionale.
Motori është turbo diesel me 2.4 litra me 150 kuaj fuqi dhe 400 Nm çift rrotullues. Një blok I testuar deri në raskapitje që lëviz Hilux pa mundim, imagjinoni se çfarë do të bëjë në Stout që peshon më pak. Transmetimi manual me 5 shpejtësi ju jep kontroll të plot. Makinë me rrota të pasme si standard me 4x4 opsionale sipas nevojës. Shasia e spar mund të përballojë 1000 kg ngarkesë pa probleme. Dizajni është I sinqert. Kë nuk është pick-up për t'u treguar në Instagram, është një mjet I vërtet pune. Kabinë teke ose dyshe në varësi të asaj që ka nevojë biznesi juaj. Platformë modulare që ju lejon të konfiguroni bagazhin me kunja, platformë të sheshtë, kuti frigoriferike ose çfarëdo që ju nevojitet. Kështu prodhohet një kamionçin duke menduar për jetën reale, jo për marketingun bosh. Çmimi është ai që thyen tregun. $20,000 në Peru, dukshëm më pak se një Hilux standard. Toyota e kuptoi se mira sipërmarrës kishin nevojë për kamionçina të besueshme dhe të forta pa paguar një çmim premium. Qëndrueshmëria japoneze me një çmim konkurrues. Kia Stout do të jetë një nga lancimet më shkatëruese në Amerikën Latine, sepse jep pikërisht atë që njerëzit kanë nevojë, pa tarifuar, për gjërat që nuk përdorin. Stout është përgjigjja drejt për drejt e Toyota ndaj sipërmarrësve të Amerikës Latine. Ajo nda një platformë IMV me Hilux, por e thjeshtuar strategjikisht. Motori turbo diesel DGD 2.4 litra jep 150 kuaj fuqi, 400 Nm çift rrotullues. Kambio manuale me 5 shpejtësi, makinë me rrota të pasme, opsionale 4x4. Shtyuat e shasis mbështesin një ngarkesë 1000 kg. Dizajn pa pretenciozitet, punë vërtet e mjetit. Kabinë vetme ose dyfisht, platformë modulare e konfigurueshme sipas nevojës. Një çmim revolucionar prej $20,000 shkatëron konkurrencën. Toyota demokratizon aksesin e besueshëm të kamionçinës pa sakrifikuar qëndrueshmërinë japoneze. Bizneset e vogla të mesme perfekte kërkojnë kapacitet real, çmim të përballueshëm. Vendi P, 5T. Toyota Tacoma 2026. Ne të shkojmë me kamionçinën e mesme që Toyota e rindërtoi plotësisht nga e para. Toyota Tacoma 2026 është gjenerata e 4 në platformën TNGA-F, që përdor gjithashtu 4 runner. Rezultati është një kamionçin më e ngurtë, më e aftë dhe më e rafinuar. Dizajni I jashtëm bërtet agresivitet. Grile madhe me shkronja gjigante Toyota, fener LED të mpret, linja muskulore dhe qëndrim të gjerë që imponon prani. Kjo duket gati për punë dhe aventura. Gama e motorëve është interesante. Turbo me 4 cilindra, 2.4 litra, gjeneron 278 kuaj fuqi me 480 Nm çift rrotullues. Mjaft për shumicën. Por versioni hibrid e-Force Max është vendi ku Toyota demonstron leadership. Ai kombinon të njëjtin turbo me një motor elektrik për të arritur 326 kuaj fuqi dhe 620 Nm çift rrotullues. Fuqi brutale me efikasitet më të mirë. Transmetimi automatik me 8 shpejtësi është I shpejt dhe I qetë. Tërheqja 4WD me kohë të pjesme ka një sistem multi-terrain select për terrene të ndryshme, diferencial të bllokimit të pasme dhe crawl control për zbritje teknike. Pezullimi I pavarur në pjesën e përparme ofron rehati, ndërsa boshti I pasmi I ngurtë ruan kapacitetin e ngarkesës. Tërheq deri në 3500 kg, udhëheqës I klasës. Brendësia mori një përditësim të rëndësishëm, materiale më të mira, një ekran 14 inç dhe lidhje të plot. Çmimi varion nga $35,000 deri në $50,000 në versionin TRD Pro. Konkurrues kundër Ford Ranger dhe Chevrolet Colorado, por me një avantazh të qartë: besueshmërinë e provuar të Toyota. Kjo Tacoma është e përkryer për çdo që ka nevojë për një kamionçin të aftë që do të zgjas për dekada pa probleme. Platforma TNGA-F e gjeneratës së 4 të ndërtuar nga Tacoma shënon një hap kuantik. 4 litra turbo me 4 cilindra me 2 pika prodhon 278 kuaj fuqi. Versioni hibridi Force Max arrin 326 kuaj fuqi, 620 Nm çift rrotullues brutal. Transmetim automatik I sakt me 8 shpejtësi. Tërheqja me kohë të pjeshme 4WD për zgjedhja me shumë terrene, bllokimi I diferencialit, kontrolli I zvarritjes.
Pezullim i pavarur i përparm, bosht i pasm i ngurt. Tërheq 3500 kg. Materialet e sipërme të përdicuara të brendshme. Ekran 14 inç. Çmimi $35,000. Besueshmëria Toyota ruan vlerën superiore të konkurrencës së rishitjes për dekada. Vendi T4. Toyota Highlander 2026. Ne hym në 4 të parat me një SUV familjar që Toyota e perfekcionoi për të konkuruar drejt për drejt me opsionet më të mira në segment. Toyota Highlander 2026 është një gjeneratë 4 e përditësuar në platformën TNGA-K, që ofron ngurtësi strukturore superiore dhe trajtim më të qetë se më parë. Dizajni i jashtëm është i fortë dhe premium. Grille madhe, fener të Hall LED dhe linja që përcjellin pranin pa qenë të tepërta. Motori është një turbo 4 litra me 2 pika i kombinuar me një sistem hibrid Toyota të gjeneratës së 4. Fuqia e kombinuar prej 243 kuaj fuqi me efikasitet prej 18 deri në 20 km/l në qytet. Është ekuilibri i përsosur midis energjisë së mjaftueshme dhe konsumit të kontrolluar. Transmetimi e CVT është i qetë si kurrë në Toyota. AWD opsionale jep energji në mënyrë inteligjente. Brendësia është vendi ku shkëlqen ky Highlander. 3 rreshta sediljesh me 8 pasagjer me hapësirë reale edhe në rreshtin e tretë. Qasja është e lehtë dhe materialet janë premium në të gjithë kabinën. Ekran me 12.3 inç me sistem multimedial të shpejtë dhe intuitiv. Toyota Safety Sense 3.0 përfshin të gjitha ndihmat e avancuara të drejtimit. Frenim automatik për këmbësorët dhe ciklistët, kontrollin adaptiv të lundrimit, paralajmërimin e largjimit nga korsia dhe monitorimin e pikës së verbër. Çmimi midis $45,000 dhe $55,000 është konkurrues për segmentin. Pronarët raportojnë vazhdimisht më shumë se 300.000 km pa probleme të mëdha. Motori dhe transmetimi hibrid janë praktikisht të pashkatërueshëm. Është zgjidhja perfekte për familjet e mëdha që vlerësojnë hapësirën, besueshmërinë dhe efikasitetin e vërtet. Platformat nga gjeneratës së 4 të Highlander ofron ngurtësi superiore, trajtim të rafinuar të qetë. Motori hibrid turbo me 2.4 litra, gjenerata e 4 prodhon 243 kuaj fuqi të kombinuara. Efikasiteti 18-20 km/qytet. Transmetimi qetë e CVT, AWD inteligjent, opsionale. 3 rreshta, 8 pasagjer, hapësirë reale, madje edhe rreshti i tretë. Materialet premium të gjitha kabinat. Ekrani 12.3 inç multimedia e shpejtë. Ndjenja e sigurisë 3.0 e plot. Çmimi $25,000. Pronarët raportojnë më shumë se 300.000 km pa probleme të mëdha. Motori hibrid, transmision, praktikisht i pashkatërueshëm. Toyota. Vendi pse tret. Toyota Hilux 2026. Le të shkojmë me kamionçinën që vendos standardin global për qëndrueshmëri dhe besueshmëri. Toyota Hilux 2026 mbërri në gjeneratën e saj të 9 me ndryshime që do ta bëjnë të gjithë konkurrencën nervoze. Dizajni u rinovua plotësisht. Linja më agresive, një grill gjigante që imponon autoritet, fener LED të mprehtë dhe stil që transmeton fuqinë nga një ndalesë. Kjo kamionçinë palvizur tashmë është friksuese, por goditja e vërtet është motorizim. Për herë të parë në dekada, Hilux është elektrifikuar. Toyota ruan motorin tradicional me naftë me 2.4 litra, 2 litra, që miliona pronar e duan për besueshmërinë. 128 kuaj fuci me 400 Nm qift rrotullues. Ky blok vazhdon, sepse thjesht nuk dështon. Risia e vërtet është motori elektrifikuar 8 litra me 2 pika me teknologji hibride të butë 48 volt. Ai gjeneron rreth 200 kuaj fuci me 500 Nm qift rrotullues. Këto janë shifra që do t'i bëjnë kamionçinat konkurruese të dridhen që mburen me fuci, por nuk kanë mbështetjen e besueshmërisë së Toyota. Shasia u përforcua ndjeshëm, më e ngurtë, më e qëndrueshme, e përgatitur për t'i bërë ballë kushteve ekstreme. Pezullimi është akorduar për të ofruar trajtim më të rehatshëm, pa sakrifikuar aftësinë jashtë rrugës. Në vendet ku këto kamionçina përdoren për punë reale, këto përmirësime kanë shumë rëndësi. Brendësia gjithashtu evoluoi. Kabinë më moderne, materiale më të mira, pulti rafinuar dhe teknologji e dobishme pa teprime të panevojshme. Toyota Safety Sense vjen i pajisur si standard. Çmimi do të ndryshojë sipas vendit.
por një Hilux nuk është kur një shpenzim, është një investim që zgjat përpreza. Edhe në $50,000, njerëzit paguajnë pa hezitim, sepse e din se po blejnë kamionçinën më të besueshme në planet. Ky Hilux do të vazhdoj të dominoj segmentin për një dekadë tjetër të plot. Hiluxi gjeneratës së 9 shënon momentin historik. Modeli i parë i elektrifikimit. Ai ruan naftën tradicionale, 2.4 litra, 2 GD, 148 kuaj fuqi, 400 Nm, çift rrotullues, besueshmëri e provuar. Motor i ri hibrid i elektrifikuar me 2.8 litra, 48 volt, 200 kuaj fuqi, 500 çift rrotullues Nm. Shasi e përforcuar dukshëm me ngurtë, e qëndrueshme. Komoditeti i përmirësuar i pezullimit pa sakrifikuar aftësinë jashtë rrugës. Brendësi e modernizuar, kabinë, materiale superiore, teknologji e dobishme. Seria Safety Sense. Çmimi $50,000 gjenerata investimi. Hilux vazhdon të përcaktoj standardin global, qëndrueshmërinë, besueshmërinë, marrjen, punën ekstrem. Vendi i dite, Toyota 4, Runner 2026. Vendi i nderit skon për një SUV që shumë e kam pritur prej vitesh. Toyota 4. Runner 2026 është një gjenerat krejtësisht e re e 6 pas 14 vitesh të gjata. Toyota mori kohën e saj për ta bërë atë siç duhet, dhe rezultati është mbreselënës. Ndërtuar në një platformë TNGA-F me shasi trupi në kornizë, ky është Forestradë vërtet, jo crossover i maskuar. Dizajni i jashtëm është i fortë me një prekje retro, linja të drejta dhe muskuloze, grille madhe, fener drejtkëndësh LED dhe qëndrim që bërtet avantur. Motorizimi ofron 2 rrugë. Motori hibrid turbo me 2.4 litra me sistemin iForce Max gjeneron 226 kuaj fuqi, duke kombinuar efikasitetin me fuqinë. Për puristët ekziston turbo me aspirim natyral, 300 kuaj fuqi pa elektrifikim. Transmetimi automatik me 8 shpejtësi është i shpejtë dhe i qetë. Tërheqja 4WD me kohë të pjeshme përfshin sistemin Torsen me diferencial blokues të pasme dhe mënyra specifike për terrene të ndryshme. Shkëmbinj, rër, balt, bor. Pezullimi i pavarur në pjesën e përparme ofron rehati, ndërsa boshti i pasmi ngurt ruan aftësi serioze jashtë rrugës. Këndët e sulmit, nisjes dhe ecjes janë bujare. Brendësia u modernizua duke ruajtur thelbin 4 Runner, ekran 14 inç, por me kontrole fizike për funksione të rëndësishme. Toyota nuk ra në kurtin e vendosjes së gjithçkaje në ekrane me prekje. Ndjenja e sigurisë vjen e plot si standard. Çmimi varion nga $45,000 deri në $60,000 në varësi të versionit. Paketat TRD Pro dhe Trail Hunter janë të pajisura për jashtë rrugës ekstreme. Ky 4 Runner është për aventurierët serioz që vlerësojnë aftësinë reale jashtë rrugës me besueshmërinë legjendare të Toyota. Gjenerata e 6. 4 Runner pas 14 vjetësh shpritje, ja vlejti. Platforma TNGA-F, shasia, trupi, kornizë autentike jashtë rrugës. Motori hibrid turbo, 2.4 litra. iForce Max, 226 kuaj fuqi, efikasitet. Versioni turbo me aspirim natyral 300 kuaj fuqi puriste. Transmetimi automatik me 8 shpejtësi. 4 VD Traction, me kohë të pjeshme Torsen, blokon mënyrat specifike të terrenit. Pezullim i pavarur i përparm, boshti ngurt i pasm, aftësi serioze jashtë rrugës. Brendësia e modernizuar ruan kontrolet thelbësore fizike. Çmimi $45,000. TRD Pro Trail Hunter, pajisi aventurier serioz ekstrem jashtë rrugës. Vendi pa pare. Toyota RAV 4 2026. Le të shkojmë me më të priturin, mbretin absolut të segmentit. Toyota RAV 4 2026. SUV i kompakt më i shitur në planet më në fund, merr gjeneratën e tij të 6 pas 7 vite shpritje. Dhe Toyota nuk zhgëngjeu. Ky RAV4 mbërrin plotësisht i rinovuar për të rifituar dominimin absolut të tregut. Le të fillojmë me atë që kërkonin të gjithë, izolimin e zërit. Zurma e kabinës ishte thembra e akilit të modelit të mëparshëm. Toyota aplikoi ngjitës me thithje të lartë, përforcoi shasin dhe përmirësoi izolimin.
Rezultati është një kabinë dukshëm më e qetë. Nga jashtë, ndryshimi është dramatik. Gril mpreth, përpar me fort me karakter të fort, fener LED të veçantë në formë bumerang, rrota 20 inç, veçëndrim më i gjerë. Tani duket moderne dhe imponuese. Motori është vendi ku Toyota. Sistemi hibrid i rinovuar kombinon një motor benzine me 2.5 litra me motor elektrik modern. Ai jep 243 kuaj me konsum prej më shumë se 22 km per litër. Më shumë fuqi, më shumë efikasitet, më pak benzinë. Versioni plug-in Prime mund të udhtojë 90 km në modalitetin tërësisht elektrik. Për udhëtimet e përditshme, kjo do të thotë praktikisht zero konsum karburanti. Është një goditje drejt për të gjithë konkurrencën. Toyota Safety Sense me 4.0 integron frenimin automatik të përmirësuar, zbulimin e avancuar të këmbësorëve, asistencën e mbajtjes së korsisë dhe kontrollin inteligjent adaptiv të lundrimit. Brendësia mori një ridizajnim të plot, pult modern, materiale të buta dhe premium, ekran i madh me multimedia të shpejtë. Toyota mbajti butonat fizik për funksionet kryesore, vendim i zgjuar. Çmimi fillon nga rreth $30.000. Me atë çmim dhe këtë nivel përmirësimesh, disa marka do të dridhen, sepse Toyota i bën makinat më të mira se kushdo tjetër që nuk dështojnë, nuk zhvlerësojnë dhe zgjasin për dekada të plota. RAV4 2026 vjen për të rifituar plotësisht kurorën e tij si mbreti i padiskutueshëm i segmentit më konkurrues të tregut global të automobilave.